Pas zgjedhjeve të 11 majit, Partia Demokratike ka shpërsuar sulme ndaj prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka në një intervistë për Vision Plus deklaroi se SPAK-u dështoi të luftonte krimin elektoral. Task Forca e krimit zgjedhor e ngritur në janar 2025 me aq shumë bujë kishte vdekur atë ditë që u krijua. Sipas Nokës, Partia Demokratike ka denoncuar çdo element procesit 11 majit, nga vendimet e qeverisë, tek përdorimi burimeve shtetërore deri tek ndikimi i bandave kriminale në zgjedhje, por prokurorët e posaçëm sipas tij nuk kanë reaguar. Por skapi i partisë nuk guxon të hap sytë të shikoj. Megjithëse ne ja kemi çuar gjitha këto, dhe këto janë prova, sepse VKM-t janë prova. Ne i kemi çuar edhe për krimin e organizuar, edhe për kartelet. Por skapi kthen përgjigje dhe kërkon që ne t'i çojmë edhe numrat telefonit banditëve. Numri 2 i Partisë Demokratike solli në vëmendje edhe për plasjen e tij në Vorë ditën e zgjedhjeve si shembull për të mbështetur akuzat se SPAK-u dështoi në 11 maj. Zonja Vokshi u kërcënua me rrëmbimin e vajzës pse kërkoi që banditët të dalin nga qendrat e votimit. Shkova unë dhe telefonova shefin e komisariatit, i cili ishte njësh me bandën, as nuk u duk që të ndërhynte. U telefonua edhe skapi dhe nuk ekzistoi. Dhe për çudi 2 orë mrapa, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike nga policia e shtetit procedohet penalisht dhe jo banditët. Për Partinë Demokratike, Task Forca e ngritur për zgjedhjet dhe SPAK-u në 11 maj u përdorën nga partia në pushtet. Dhe skapi është një instrument në duart e Edi Ramës për të tjetërsuar votën dhe në shërbim të farsës. 2 ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ishte në SPAK për të dhënë informacione për të gjitha kallëzimet që opozita ka bërë për zgjedhjet, por Partia Demokratike nuk pret asgjë nga këto hetime, sa kohë që rezultati dhe fitoria e Partisë Socialiste tashmë janë zyrtare.